Gjesti është fenomeni i momentit dhe fituesi i shtëpisë më të famshme në edicionin që lam pas. Loja e tij dhe energjia që i kishte bëri që ai të triumfonte dhe të fitonte mira zemra të fansave të tij. Së fundmi, ai pas fitores duket se po investon edhe në shtëpinë e tij në fshatin Pavlan të Pejës. Një mur dekorativ ka marrë vëmendjen e rrjetit, pasi së fundmi shtëpia e tij po rinovohet, me sa duket ky është investimi i parë që Gjestit i u bë publik. Duket se ky është vetëm fillimi i investimeve që ai ka në plan për të ardhmen, pasi gjatë qëndrimit të tij në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ai theksoi shpesh se nuk ka ndërmend të lëshojë kurrë vendlindjen dhe të punojë për familjen e tij, duke i bërë ata ditë ditës krenar. Dhe me sa duket, Gjesti po e mban fjalën. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga showbizi shqiptar.